nuk ka deputet në Kuvendin e Shqipërisë, jo, por edhe në parlamentet tjera, që vetëm dieta, për 6 vite me radhë vetëm dieta, ka marrë 68 milion lek. Vetëm pag, Josefina Topalli ka marrë nga ky kuvend 130 milion lek. Dietat e Josefinës për legislaturën e kaluar janë sa gjysma e gjithë trajtimit të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë nga ana e opozitës. Të atëhershme. Imagjinoni, sa që janë trajtuar 65 deputetës bashku, krahasohet me shumën e marrë dieta vetëm nga Josefina Topalli që sot kërkon përhetim.